lejon ato? Shqipëria është në vendet e ralla në Europë që ka ndaluar monopatinat elektrike. Por çfarë mendojnë qytetarët e Tiranës për këtë? Rregullore do, por nuk mund të ndalosh kështu nga rreptësisht mos përdor. Rruga e bicikletave duhet përdor. Ndryshe, rregullat duhen, por nuk ka lidhje me urdhrin, duheshin edhe më para dhe vazhdojnë të duhen edhe më mbrapa. Jo të ndalohet plotësisht, jo edhe të lejohet nëpër trotuar nëpër këto. Shoni dur se vdiq që mu përplasa unë para rinjade. Në mendimin tim është e logjikshme që mbas gjithë atyre aksidenteve të ndaloshin, po jo në këtë mënyrë. Duhet që shteti ose qeveria të ishe lajmëruar një javë, një muaj para dhe të jo të hynte vendimi direkt në fuqi. Mendoj që përveç problematikën që këto mbartin, ka mjetet vogla të shpejta kanë ekologjike praktikisht, por në alternative. Unë mendoj që bicikleta është mjeti më klasik sot për sot. Unë të patë marrë eksperientë në Hollandë. Mendoj se ishte një ligj të arsyetuar e jo të jetë si vendim direkt. Tash këtu është shumë e rrezikshme ato skutera, sepse ato hyjnë nuk ka rast sinjale se kjo vin pas zhurmë për plasën e i. E ashtu super e rrezikshme. Kjo është vetëm një pjesë e qytetarëve të kryeqytetit. Ndaj cili është mendimi juaj për këtë temë?